إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. E falendrojmë Allahun xhalla wa ala që na ka bërë pjesëtar të dinit, që neve gjatë tërë historisë islame na jep mësime madhështore dhe ka tregime të bukura në mënyrë që neve si besimtar na udhëzojnë në rrugën e drejtë, na kthjell një herë për gjithmonë dhe të krenohemi me këtë dinë që Allahu xhalla wa ala na ka bërë pjesëtar të tij. Një ditë prej ditëve tregohet që një gjysh po e këshillon nipin e tij dhe po i thot: "O nipi im, dije që me hin xhehenem dush me pagu me parë. Me hin xhehenem dush me pagu me parë me hin xhehenem. A me hyn në xhenet e ki pa parë me hin xhenet." Po çuditet nipi dhe to gjysh, si ka mundësi kështu? Çka mundësi njëri? Me hyn xhenem dush me pagu me hyn xhenet e ki pa parë. Dhe po birin tha. Për arsye se me pi alkool tha, dush me ble me parë. Me shku masa moralitetit me nga poshtëve pjetë, dush me pagu me parë. Me lujt bijaz, dush me pagu me parë. Me ble drogë, dush me pagu me parë. Pra të gjitha haramët që mës të njemi një ka një, dush me dhanë parë për to, e Allahu me to dënonë dhe qënë robin xhenet. A me shku në xhenet dhe e ki pa parë, me falë namazit dhe kërkush s'ty parë. Hajde falu se jepi qika që me hynë xhami, kërkush s'ty parë. Ma në xhami, me bilet me artit. Kërkush nuk thot falo, se ki miron qika që bare. A gjera, dush me pagu që kaq. Përmende Allahun xhalla wa ala, e ki pa parë, pa pages. Me thonë elhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dhikret ndryshme, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, astaghfirullah al-azim wa tubu ilayh. Dhikre që ne dut për çdo ditë, la ilaha illallah me thonë, për çdo ditë mi thonë robi, thonë një pim to i ki pa parë tha mi thonë. A moment që to Zoti të çon xhenet, sepse ka premtuar që e fal namazin, haki Allahut është me fut xhenet. Ai që agjeron në Ramazanin, futet në përmjet deres rajon dhe xhenet. Ai që shkon në haxh, ai që pranohet haxhi i tij, s'ka shpërblim tjetër veç se xhenetit. Ai që jep sadaka, ai që përmend Zotin. Pra Allahu xhalla wa ala ta ka mundsu tha me hyrë në xhenet pa parë, a në xhenem dush me shku me parë. Andaj tha shikoje, apo e pagun ti tha xhenemin, apo don me hyrë në xhenet pa parë. Lëket Allahu xhalla wa ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju të cilët keni besu, rune veten e juve edhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Wa quduha an-nas wal hijara, lën djegëse të cilit janë gurët dhe njerëzit. Abdullah ibn Abbas kur e komenton këtë ajet thot: "Urdhroni familjet tuaja dhe fëmijët tuaj me dua dhe me përmendjen e Allahut." Urdhroni fëmijët tuaj dhe familjet tuaja me dua, që të bëjnë dua që Allah azza wa jall me ja përmirësu dynjan e tyre dhe ahiretin e tyre. Dhe me përmendje e Zotit e fitojnë xhenetin pa pagesë. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot, kur e komenton këtë ajet: "Rune veten tuaj me vepra dhe rune familjen tuaj me këshilla dhe porosi." Rune veten tuaj nga zjarri i xhenemit me vepra. Nuk ka mundësi me qenë gjyshi jove për mirë me urdhru nipin e tij për namaz, për agjërim, për zeqat, për haxh, për përmendje të Zotit. Duhet me qenë nas pari vepër mirë dhe me qenë ata që veprojnë me vepra.
pastaj mi urdhru të tjerët. E sot fatkeqësisht gjyshi s'falet heq, baba s'falet heq, nipja namazdi. Në vend që këta me shtyt nipin, ta thëmë më shkon xhami se bash, kështu e bash ashtu, mundohen me ndal. E nipi i thot gjyshit, e kondërta o gjysh. Xhenemin e ki pa pare. Xhenemin e ki me pare dhe ti e të e pagu, a xhenetin e ki pa pare. Te ne fatkeqësisht. A të tjerë të është e kondërta. Gjyshi jam mësën kulu Allahën, felekin, nasin, e bën hafez Koranit, muhaddith. Që ne, fatkeqësisht rrota historike ka bërë që të kundërtën t'ja mësojmë të tjerëve. Dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: "Muru abna'akum bis salati li sab'in", urdhroni fëmijët e juaj, librit e juaj me namaz, qysh në moshën 7 vjeçare. Thire për me fal namazin. Thuj fale namazin çdo ditë. Rri në kokë për me fal namazin. Wadribuhum alejha li 10. Edhe goditni ka pak let kur t'i bojnë ka 10 vjetë. Kërcëna i ka pak që me fal namazin. Për arsye se e kalit pasaj çdo vit me thonë, çdo ditë me thonë me fal namazin. Derisa ta arrin moshën e pubertetit, me mira herë bjen me i thonë fale namazin, e ke fal namazin. Edhe ai duke u rrit, duke e kuptuar që pa namaz është vështirë. Që so vite ky më këshillon mu për namaz, për agjerim. Pas ka një domethënie të madhe kjo çështje. Edukohet i tilli me këtë punë. E jo me edukue me lanë fëmijën, familjen salamadi, që shtojnë të ne. Hajtë, se e edukon shoqëria, e edukon shkolla, e edukon rruga, pa e urdhru për të mirë dhe pa e ndalu nga e keqja. Sepse pasojat janë pastaj të merruse, ashtu si që shohim çdo ditë. Pastaj thot Rasulullah: "Wa farriqu bainahum fil madaji'", kur t'i bojnë 10 vjet, nëse janë mashkull dhe femër, i ki fëmijë, nipa, mbesa, dani në shtrat me zveti. Dani në shtrat dhe të flanë se cilin e dhomën e vetë ose se cilin e shtratin e vetë. Kështu Islami na mëson neve dhe na edukon. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur ka zbrit ky ajet, i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, me rujt vetën tonë nga zjarri i xhenemit, po e kuptojmë. Pa morën vesh që na duhet më fal, duhet më agjeru, duhet më shku në haxh, duhet më bëj vepra të mira, po familjen çish më rujt nga zjarri i xhenemit. Fëmijët tanë çish më rujt." Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha: "Urdhroj ata me ato që ka urdhëruar Allahu xhalla wa ala. Edhe ndaloj ata nga ato që i ka ndaluar Allahu xhalla xhelalu. I ka rujt nga zjarri i xhenemit. Urdhroj me vepra të mira. Edukoj me vepra të mira. Urdhroj dhe kallëzoju që Allahu e ka bë obligim namazin, ka bë obligim Ramazan, ka bë obligim sadakan, zeqat, e ka bë obligim haxhin, e ka bë obligim shahadetin që pa to s'pranohen veprat. I ka ndalu gjërat e dyta. I ka ndalu bigjozin, alkoolin, amoralitetin, drogat, gjërat të cilat e prishin njerëzimin, e prishin njeriu. E ka ndalu fjalën e keqe, e ka ndalu mos respektimin ndaj prindërve, mos respektimin ndaj të vjetrit. Sjelljen e mirë me të tjerët. Kjo është edukata që ne duhet t'ia dhamë gjeneratës së re. Qoftë nga gjyshi, qoftë nga baba, qoftë edhe e kundërta, prej fëmijët e përpjet, sepse nuk i dihet nganjëherë, fëmiu bëhet shkak që pastaj prindi më fal namaz, e gjyshi më fal namaz, e nalla më fal namaz, për arsye se kanë jetuar në kohë të vështira, në kohë të komunizmit, në kohë të socializmit, në kohë të demokracisë, pastaj e ju kam shtjell kabllat këtej. Pastaj ja çet, domethënë rryma nuk e man. E duhet kadal gradualisht mi tregue nipi se që kjo rruga e drejtë dhe çështu do të veprosh në mënyrë që të shpëtosh nga zjarri i xhenemit. Andaj dashur vëllezër, ne jemi ata të cilët e mendojmë veten tonë apo dëshirojmë me hyrë në xhenet pa pagesë, apo dëshirojmë që neve ta paguajmë xhenemin, Allahu na rujt. E ne lutim Zotin xhalla wa ala që të na bëjë për atyre njerëzve që i praktikojmë urdhrat e Allahut xhalla wa ala. Ndalohemi nga ndalesat që Allah azza wa jalla ka ndaluar, t'i urdhërojmë të tjerët për të mirë dhe t'i ndalojmë nga keqja, sepse vetëm këtë formë e meritojmë epitetin e ummetit më të mirë, sepse Allahu xhalla wa ala thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Jeni ummeti më i mirë në faqen e tokës,
sepse ju urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun xhalla wa ala, duke lutur Allahun që të jemi prej tyre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.